Vendosja e 10 shtyllave për gjatë gjithë gjatësisë së autostradës Vlorë-Levaj u duk se do të zgjidhte përfundimisht vendosjen e sinjalistikës së përcaktuar, por dhe kamerave të tjera të sigurisë, të cilat ishin planifikuar të vendoseshin për gjatë gjithë këtij segmenti rrugor. Por në fakt, edhe pse jemi në muajin qershor, duket se kamerat e sigurisë janë vendosur vetëm në hyrje dhe dalje të qytetit të Vlorës, pra në rreth rrotullimin e madh në hyrje të qytetit tregtar. Ndërkohë që sinjalistika tjetër e përcaktuar për të vendosur në këto shtylla për gjatë gjithë segmentit rrugor Vlorë-Levan mungon. Njëkohësisht mungojnë edhe kamerat e sigurisë, të cilat duhet vendoseshin pikërisht për gjatë këtij segmenti rrugor. Vendosja e 10 shtyllave për gjatë aksit rrugor Vlorë-Levan u mendua fillimisht për instalimin e kamerave të sigurisë dhe të sinjalistikës së nevojshme rrugore në të gjithë gjatësinë e këtij segmenti. Ky investim synonte rritjen e sigurisë rrugore, monitorimin e trafikut si dhe parandalimin e aksidenteve në një nga akset më të rëndësishme që lidh qytetin e Vlorës me pjesën tjetër të vendit. Megjithatë, në terren situata paraqitet krejt ndryshe. Aktualisht, kamerat e sigurisë janë vendosur vetëm në hyrje dhe në dalje të qytetit të Vlorës, ndërsa sinjalistika dhe pajisjet monitoruese janë të pranishme kryesisht pranë rreth rrotullimit kryesor. Në pjesën më të madhe të segmentit rrugor mungojnë si kamerat ashtu edhe sinjalistika e premtuar. Vendosja e këtyre elementeve u konsiderua si një zgjidhje e rëndësishme për menaxhimin e fluksit të automjeteve, veçanërisht gjatë sezonit turistik, kur edhe trafiku në këtë aks rritet ndjeshëm. Gjithashtu, sistemi i kamerave do të shërbente për monitorimin e vazhdueshëm të qarkullimit si dhe identifikimin në kohë të problematikave që mund të krijohen në këtë rrugë. Por pavarësisht investimit të kryer për ngritjen e shtyllave në një gjatësi prej rreth 20 kilometrash, ato vijojnë të qëndrojnë bosh, pa kamera dhe pa sinjalistikën e parashikuar. Kjo ka ngritur pikpyetje mbi ecurinë e projektit dhe zbatimin e tij, si dhe afatet e përfundimit të tij. Deri më tani nuk ka një informacion të qartë dhe të saktë se kur këto pajisje do të instalohen plotësisht e se kur sistemi do të vihet në funksion të plot, ndërsa drejtuesit e mjeteve dhe qytetarët presin që infrastruktura e planifikuar të shërbejë realisht për rritjen e sigurisë së jetës së tyre, si dhe përmirësimin e qarkullimit në këtë aks të rëndësishëm rrugor.